200 hadithet e arta. Hadithi numër 75. Sahih Buhari 660. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu do t'u jap hije 7 lloj personave në ditën kur nuk do të ketë hije përveç tij. 1. Sundimtari i drejtë. 2. Një i ri që është rritur në adhurimin e Allahut, do me thënë e adhuron Allahun sinqerisht që në fëmijëri. 3. Një njeri zemra e të cilit është e lidhur me xhamit, do me thënë për të falur namazet e detyrueshme në xhami me xhamat. 4. 2 persona që e duan njëri tjetrin vetëm për Allahun, dhe ata takohen dhe ndahen vetëm për hir të Allahut. 5. Një burr që refuzon thirrjen e një gruaje simpatike me origjinë fisnike, për marrëdhënie të paligjshme me të, dhe thot: unë i friksohem Allahut. 6. Një burr që jep sadaka aq fshehurazi, saqë dora e majt e tij nuk e di se çfarë ka dhënë dora e tij e djaft. 7. Dhe një person që e përmend Allahun në vetmi, dhe sytë e tij mbushen me lot.